Imagjinoni se jeni duke punuar për vite me radhë në një ndërtesë që duket e zakonshme. Dhe një ditë, diçka e fshehur prej shekujsh fillon të dalë në brit nën këmbët tuaja. Çfarë do të bënit nëse një pjesë e skaluarës, diçka që askush nuk e ka parë për gati një shekull, do të shpërthej papritmas nga dyshemeja e vjetër? Ky është momenti kur një çift, Sue Hansen dhe burri i saj, Dr. James Hansen, zbuluan një sekret që do të ndryshonte gjithçka për ndërtesën e tyre historike dhe për jetën e tyre. Rimodelimi i hapësirës tuaj ekzistuese mund të jetë shumë më shpërblyes se sa thjesht të blini një të re. Ka diçka të veçantë në krijimin e një seksioni të ri që mund të theksojë atë që tashmë ekziston. Një ditë, Sue Hansen dhe burri i saj, Dr. James Hansen, vendosën të rimodifikonin një ndërtesë të hershme të shekullit të 28 në vend që të blinin një të re plotësisht. Gati 15 vjet pas vendosjes së tyre aty, Sue papritmas vuri re disa shenja të çuditshme në dysheme. Pas një hetimi më të thellë, ajo kuptoi se diçka e mrekullueshme fshihej pikërisht nën dyshemet e ndërtesës së tyre dykatëshe. Por, para se të vazhdojmë, mos harroni të shtypni butonin like dhe të abonoheni për të mos humbur asnjë histori të re, dhe aktivizoni zilen e notifikimeve. Besoni, do të doni ta shihni fundin. Për 14 vjet, një dentist i quajtur James Hansen punoi në një zyrë në katin e parë të ndërtesës në 68 Milton Avenue në fshatin Boston Spa, New York. Por në vitin 2011, ai dhe gruaja e tij, Sue, vendosën të blinin të gjithë ndërtesën dykatëshe, gjë që më pas çoi në zbulimin e pabesueshëm në dysheme. Që kur James kishte filluar të punonte aty gati 15 vjet më parë, ai shpesh kishte vënë re se askush nuk i jepte vëmendje katit të dytë të ndërtesës, i cili thjesht njihej si një hapësirë e boshatisur për magazinim. Por pasi e blen pronën dhe vendosën të rinovojnë ndërtesën në vitin 2014, gjithçka ndryshoi papritur. Qëllimi kryesor ishte të ktheshin katin e dytë të papërdorur në një apartament të bukur dhe modern. Gjithçka dukej se po shkonte mirë, derisa një ditë një kontraktor filloi të heqte disa nga dyshemet shekullore dhe menjëherë vuri re diçka të çuditshme. Nën shtresën e vjetër dhe të konsumuar të drurit, kishte një shtresë tjetër druri. Kjo dysheme kishte shirita druri që alternonin midis ngjyrës së çelët dhe të errët, diçka që kontraktori e kishte parë më parë dikund. Ishte e ngjashme me dyshemet që shihni në një bowling. Pas heqjes së më shumë shtresave, u gjendën 10 diskje metalik të vendosura në formë piramide në fund të apartamentit. Çdo disk kishte vrima në qendër për të vendosur një peg. Por, për çfarë mund të shërbenin? Shpejt ju bëhej qartë se vrimat ishin vendosur për të mbajtur një grup pinash bowling. Pas kërkimeve, Sue zbuloi se ndërtesa dikur ishte përdorur si një bowling candlepin, një version ku pinat janë më të larta dhe më të ngushta, dhe topat më të vegjël. Pegat funksiononin me një pedal këmbësh për të vendosur pinat në piramidën e tyre saktësisht çdo herë. Askush nga pronarët e mëhershëm nuk ishte ruajtur rrugët e vjetra të bowlingut edhe pas gati një shekulli. Pedali i këmbës që vendoste pinat funksiononte akoma perfekt. Ishte një mrekulli e vërtet. Sue u interesua shumë të mësonte historinë e ndërtesës dhe donte të dinte se kush kishte vendosur bowlingun atje. Ajo zbuloi se pas një zjarri të madh, në vitin 1901, një burr i quajtur Herbert B. Massey kishte rindërtuar ndërtesën me një tavernë në katin e parë dhe një bowling në katin e dytë, pothuajse si një Dave & Buster's i paraluftës. Ndërtesa kishte shërbyer për shumë qëllime gjatë viteve: zyrë për scouts, zyrë për avokat dhe natyrisht një zyrë dentisti. Sue thoshte se nuk e kishte imagjinuar kurrë një bowling dhe një restorant së bashku. H.B. Massey ishte një karakter i pazakont. Ai shpesh i tejkalonte kufijtë e ligjit, por ai gjithashtu ishte i rregullt deri në detaje. Humbiste lejen për alkohol për shitjen të dielën dhe shpesh lejonte lojra të paligjshme brenda lokaleve të tij. Një meri me karakter të fortë dhe të çuditshëm, sipas Sue. Por çfarë bëri Sue me ndërtesën? Në frymën e H.B. Masseyt, ajo vendosi të mbante një nga rrugët e vjetra të Candlepin Bowling brenda apartamentit të saj luksoz të ri. Ajo gjendet në kuzhinë, funksionon plotësisht dhe sjell një shije shekullore në hapësirën moderne. Kur Sue dhe James filluan të rinovonin pronën e tyre, nuk kishin ide se do të gjenin një pjesë të veçantë të historisë nën dysheme. Dhe kjo thjesht të bën të mendosh, mos harroni, ndoshta duhet të filloni të heqni tapetat tuaja.